Kjo recetë është bashkëprat frazën ta ha zemrën. Sot kemi përgatitur për herë të parë zemrën e lopës në hell. Kam dëgjuar që përpas që është e shishme, është edhe e pasur me hekur proteina edhe përmban edhe qellit, që është faktori i rëndësishëm kundër plakjes. Që ta përgatisim këtë recetë, fillimisht zemrën e vendosim në ujë të ftohtë, që ta qëndrojë që të hiqet tërë gjaku. Mishin e zemrës e prejmë në kubza dhe i shtojmë elmesa sipas dëshirës. Unë kam shtu krip, hudhër, biber dhe oregano. I prejmë edhe disa copza yndyrë të cilat do të ndihmojnë mishit të zemrës të qëndrojë më i butë gjatë pjekjes. Në shufra metalike për grill i vendosim mishin dhe yndyrën një nga një derisa të mbushet mjaftueshëm. Këtë proces e përsëritim derisa gjithë sasia të përfundojë. Pastaj i renditim një nga një në një enë që t'i vendosim në furrë. Në furrën e parangrohur në 220 gradë, mishin e vendosim që të pjeket për rreth 30 minuta, duke i rrotulluar her pas here në mënyrë shtëpiqe të njëjtë. Unë i kam shërbyr me orez basmati me shafran dhe e kishte një shije fenomenale. Edhe pse mundeni me paragjyku se lloji i mishit, po ja vlej shumë e provu për shkak të shijes, gjithashtu edhe benefiteve që i përmban.